Përshëndetje, unë jam Melina, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Kjo është video ime e parë dhe do flasim për fustanet e dasmës. Shumë prej jush ju është dukur shumë që kam marrë 5 fustane. Nuk se i vesh ato 5 në një ditë sigurisht, i kam veshur në ditë të ndryshme. Nisur që nga dita e altarit ose dita e videoklipit, a hengu dhe dita e fundit, dita finale që dita e dasmës, nga e diela mëngjes deri në mbrëmje. Duke qenë se unë kam vendosur për dasmën një vit e 3 muaj para 19 tetorit, kisha pak kohë të shikoja në internet ose në Pinterest se çfarë fustani do ishte ideal për mua. Të them të drejtën, kisha pak merak, sepse në Shqipëri është kjo ideja që fustani është shumë ekstravagante, nuk doja diçka të tillë, doja diçka shumë të thjeshtë. Pa perla, ishte doshta në formë tatelli. Dhe në përfaqet online që shikoja, nuk kishte foto të tilla dhe u shqetësova pak. Në mars të këtij viti, shkova në Tiranë dhe provova disa fustane në disa dyqane të ndryshme. Nuk mund të them që jam një tip pak tekanjoze dhe nuk zgjidhja dot. Unë në fakt dashurova të parin që vesha, por thash kësaj radhe Melina është fustani i në Suris, duhet të marrësh pak më shumë kohë. Dita e parë që kam shkuar, që kam provuar fustanin në Suris, ka qenë te Hana në Tiranë. Shkova me motrën time. Normalisht ai emocioni, fustani i parë nuk harrohet kur, pavarësisht se po i mora fustanet. Shkova atje dhe diçka që s'm pëlqeu, nuk kisha të Hana, por në çdo dyqan të ndryshëm nuk më lini të bëja fotografi. Unë kam pak prioritet këtë pjesë fotografisë, do të shikoj më shkon apo jo. Edhe pse politika e dyqaneve ishin të gjitha, përveç se fustani në Suris jo, po dhe fustani në mbrëmje nuk lejojnë fotografi. Arsyen fix nuk e kuptova, ndoshta rrombej në modelin, ndoshta qëndron dhe kjo. Por te Hana u treguan shumë të sillshme dhe na lanë për të bërë video. E keni parasysh ato trendet në TikTok që janë first time që shikon nusen, veten si nuse, më falni. Dhe prandaj doja një video të tillë, që ta kisha kujtim që kjo ishte herë e parë që ne pash veten nuse. Ishte vërtet emocionuese, ashtu siç e mendova. Fustani ishte magjik, ishin dy modele fantastike që unë doja t'i vendosja direkt, por ishin ekstrem shumë të rëndë. Për çmimet nuk dua t'ju gënjej të tregoj një total fix, nuk më kujtohet, po mbaj mend që nuk vendosa vetëm se ishin shumë të rëndë. Më lanë të bëja fotografi dhe video, që i përshëndes dhe i falenderoj për këtë gjë. Pastaj vendosa të shkoj në Nichols Paus në Myslimshire. Më kishte sugjeruar disa goca në fakt se duke qenë se ishte dasma e parë të shtëpia ime, nuk dija ku të shikoj për fustanin në serie. Më sugjeruan disa shoqe dhe më thënë shko atje se ka vërtet modele të veçanta. Dhe çmimet goxha ekonomike, me thënë drejtën në krahasim me tregun. Shkova atje dhe kam zgjedhur 3 fustane të Nichols Paus. Gocat ishin të mrekullueshme, kanë qenë shumë të komunikueshme, më tregonin, më jepnin një ide, më tregonin vërtet çfarë më shkonte dhe çfarë nuk më shkonte. Këshilla ime është që të keni dikë që besoni me vete. Jo se ta marrim si bëjmë qefin, dikë që ti ndihesh mirë, që e di që të tregon të vërtetën, ky fustan është për ty ose jo. 3 fustanet kryesor i kam marrë te Nichols Paus. Njëri prej tyre është njëri i altarit që vesh në Sarandë, ishte mrekullueshëm, më pëlqen shumë detajet e degëzimeve se fix përshtatej me atë vibe-in e detit. Fustani që vesha në Sarandë kishte 2 krash shumë të gjatë, që ato mund t'i hiqe nëse doje, dhe një vello shumë të bukur. Velloja nuk më qëndroi për shkak të erës, më erdhi shumë keq se doja patjetër vello në altar, por ato krahët e gjatë i dhanë një bukuri tjetër fustanit. Fustani tjetër ishte fustani i hyrjes në dasëm në 19 tetor që do ishte të dielën në mbrëmje. Edhe ai ishte fantastik, të gjithë më kanë pëlqyer. Edhe ai kishte një vello, prap më ra velloja, por nuk u pendova kur më ra velloja sepse lulet bënin që kurrizet dukej shumë bukur nga mbrapa. Edhe them kur shikoj video tani them shqyr që më ra velloja, se vërtet i vë në fokus fustanin dhe të gjitha detajet që kishte nga pas. Fustani i hyrjes ishte shumë i rëndë, por i menaxhueshëm. Nëse mund të shikoni nëpër video duke kërcyer, nuk se kisha problem. E kam mbajtur për 2 orët e para, duke qenë se gjatë mbrëmjes kisha në total 3 fustane. Dhe fustani i tretë që kam marrë në Nichols Paus ka qenë fustani me perla që kam veshur gjatë prerjes së tortës. Me thënë të drejtën, atë fustan nuk se e doja me të parën. Kam qenë, nuk e dua se më duket barku. Edhe kështu ndodhi. Mora komente, jo, jeshta xhan, se kisha pak bark. Mos më gjykoni, po nuk po që dot nga palestra.
e lash ato ditët e fundit, abuzova pak me ushqimin. Dhe po, këto treja fustane që mori Nicole Spa shkuan në total 2000 euro. Kishin një politikë që sa më shumë fustane të merrje, aq më shumë ulje kishe për fustanin e dytë ose të tretë. Aksesorët përfshihen në çmim, sigurisht me mirëkuptim ata të rregullojnë fustanin për ndonjë ngushtim, padyshim, janë shumë mirëkuptues. Unë i kërkova fustanet para ditës së njëjtë, duke qenë se bëm atë ditën e pajës dhe me rregull nuk lejohej, po mi dhan dhe i kam dorëzuar direkt ditën e dasmës para orës 12. Nga këto 3 fustane që mori te Nicole Spa, ai që më pëlqeu më shumë, që e zgjodha me të parën kur e provova, ishte i hyrjes, ditën e diel, si ishte vërtet madhështor. I dyti, në vend të dytë që atë të altarit në Saran, kurse të treti ishte ai që i kisha me dimendje, fustani i prerjes së tortës. Nga brapa më tregonte shumë bukur, po para ndoshta do të kisha veshur një korse ngjyrë mishi. Këtë detaj e harrova në moment të fundit. Nga nusja për nuse, nuk sugjeroj, para se të shkoni në një dyqan nuserie, lini takim. Lini takim që të jenë edhe stafi atje 100% me ju. Nëse keni ndonjë dëshirë specifike, u tregojnë modele të ndryshme. Dyqan tjetër që unë vajta pas Nikolit ishte te Andra Couture, më duket se quhet. Shkova, provova atë fustane, por nuk ishte fare stilim. Ishte stil shumë i ngarkuar, shumë me perla, ndoshta shumë të bukur për gocat e tjera. Stafi ishte shumë i komunikueshëm. Nëse është stili juaj Andra, mund të shkoni e të shikoni. Por nuk e ndjeva veten atje tek ato fustanet. Kisha lënë një takim te Geraldina. Në fakt, me fustanin që zgjodhe Nicole, thash jam e plotësuar, nuk po duhen më fustane. Po shkoj te Geraldina me që kam lënë një takim edhe mos të tregosha pasjellshme ta anulloj takimin në moment fundit. Shkoj atje me mamin, shkoj me kushërirën time dhe me kunatën, me kushërirën e Kevit. Dhe thash, hajde të shikoni dhe mua nuse, është më shumë për emocionin. Shkojmë atje, nuk e di sa më ka treguar ajo zonja atje fustanin, që kisha, është fustani i dytë që kam veshur gjatë mbrëmjes, do ta vendos diku këtu. Ishte, nuk e di, dashuri me shikim të parë. Fix fustani Pinterest që unë doja. Ajo tantella, ajo velloja që më pat ndoshta të dele në mëngjes, ishte fantastike. Dhe, po, vendosa ta merrja. Kështu u bën në total 4 fustane. Dhe ai Geraldinës nga komforti e vendos në vend të parë, ishte realisht shumë i rehatshëm, kam kërcyer shumë lirshëm gjintasën, e kam shijuar në maksimum. Ishte aq i rehatshëm sa po përtoja të visha fustanin e tretë për prerjen e tortës. Thash më mirë të mbaj këtë, pastaj thash do pendohem. Më mirë ta vesh Geraldinën. Ishte aq i rehatshëm si fustan, e kam veshur gjithë mbrëmjen, sa nuk doja ta hiqja, më ka qenë momenti i fundit të prerjes së tortës dhe po më thoshte motra, hajde vesh fustanin e tretë, isha. Mirë e kam këtë, lëre fare. Pastaj thash do pendohem, po nuk e vesha dhe e vesh edhe treti. Por e vendos vërtet në vend të parë nga komforti. Ishte më i kushtueshëm nga të gjithë, por ja vlente. Ishte fiks që ajo që unë doja. Kur po zgjidha për fustanin aty thash, okay, një herë martohem, ja vlen, le ta marrim. Në total, fustani i Geraldinës ka kushtuar 2000 euro vetëm ai. Dhe kisha mundësinë për 100 euro ekstra të shtoja një fustan ndoshta ekstra. I kanë këto oferta shumë të mira, kështu që mund të shkoni të interesoheni. Me ulja ma kalon 2000 euro. Nga 2200 2000 euro. Madje në fund që asnjë nuk e kishte këtë si gjë, më bën një dhuratë që ishte një përqindje, një kod discount për crochere. Do thënë për muaj mjajti që mund të aplikoj. Nuk e kam parë akoma të kodit, do shikoj, ndoshta shkoj. Këto ishin 4 fustanet e parë dhe i pesti ishte fustani që mora nga Charmy Bar. Fustani që vesha ditën e valleve. Unë duke qenë se jetoj në pallat, nuk bëra aheng gjithë javën, se s'kishim vend, edhe pse muzika undes, po s'kishim ku kërcenin. Bëm një darkë të madhe ditën e premte, ku ftuam të gjithë njerëzit e afërt. Ftuam, do të thënë, erdhën dhe vetë sigurisht, dhe ishin diku qytetsa veta, dhe më duhej një fustan i saktë. Nga zona jonë e kanë traditë që goca që martohet bëhet nuse atë ditë e shtëpisë saj. Po nuk dohet të veshje fustan nuserie të madhe sigurisht, dohet të veshje diçka të shkurtër dhe komod. Dhe fustani që mora nga Charmy e kam ndryshuar në moment të fundit. Nuk ose shkova shumë gjatë, shkova 2 javë para, mora diçka tjetër, që e vesha kur shkova te Kevi. Ishte shumë i thjeshtë. Pastaj
I thash Albanës që e përshëndes nga Sharmi, i thash dua diçka pak më të ngarkuar dhe kam zgjedhur brenda 10 minutave. E kam provuar, më pëlqen, e mora dhe ika se nuk kisha më kohë të vjen në Tiranë. Dhe ishte fantastik. Rri patmërinë të varur, e i lash vetë në fakt se mund t'i qepja për lart, po isha më komode kur ishin të varur, se pashim kishin komentuar disa. Fustani tek Sharmi i bardh, për çmimin mund të pyesi direkt Albanën sepse ishte një bashkëpunim dhe nuk e di fikse sa shkonte. Nëse do më pyesë çfarë kliente je ti Melina, unë jam klientja perfekte. Jo vetëm në dyqanin e sërisë, por edhe në parukeri jam shumë moskokçar. Se kur bëj thonte, bëj çfarë të duash. Ja dhe thonë tani janë akoma thonë të dasmës, i thash asaj vajzat atje, bëj çfarë të duash, dua diçka clean. Nuk e se jam nga ato tekanjozet. Por më ka ecur mirë, dhe dekori i dasmës shkoi shumë mirë, kam qenë pikërisht kështu. I thash bëj çfarë të duash vetëm dali bukur. Nuk u fiksova me detajet. Atë doli fantastike. Dhe do të thoja këtë, para se të vija në dyqanin e sërisë, kisha pak stres, si do ishte stafi, duke qenë se kemi dëgjuar pak komente negative për shërbimin e klientit në Shqipëri, edhe mendova se do ishin në atë qasje ndaj meje. Por jo, përkundrazi, të gjitha gocat, të gjitha dyqanet e sërisë që u kam bajt, ka qenë shumë të sjellshme, shumë të rregullta dhe më kanë vërtet më kanë bërë të ndihem si nuse. Dua t'i falenderoj të përshëndes të gjitha, padyshim se më bën që të kisha një eksperiencë shumë të mirë me zgjedhjen e postanëve dhe padyshim pa stres. Dhe kjo ishte videoja e parë e YouTube-it, shumë faleminderit që më ndoqët. Ishte një informacion i përgjithshëm dhe shpresoj shumë ndihmues për vajzat që do bëhen nuse në 2026. Ju uroj më të mirat, sa më shumë barësi dhe pa stres. Për më shumë video të tilla, mos harroni të bëni subscribe dhe like kësaj videos. Faleminderit që më ndoqët. Mua!